Ngjarje e rëndë është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Shkodrës, ku një konflikt i çastit mes dy personave ka përfunduar në përdorimin e armës së zjarrit. Ngjarja ndodhi në lagjen Perlata Rexhepi, ku sipas policisë, biznesmeni 49 vjeçar Paulin Fusha dyshohet se qelloi në drejtim të riut Jozef Çeka, 26 vjeç. I riu u transportua menjëherë drejt spitalit rajonal ku mori ndihmën e parë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas të shtënave, autori është larguar nga vendi i ngjarjes dhe aktualisht është në kërkim nga forcat e rendit. Grupi hetimor që kanë bërritur në vendngjarje ka nisur menjëherë mbledhjen e provave materiale dhe dëshmive të para. Janë sekuestruar gjithashtu kamerat e sigurisë së zonës për të ndihmuar në identifikimin e lëvizjeve të autorit dhe sqarimin e rrethanave të konfliktit. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur si pasojë e një sherrri verbal mes biznesmenit dhe të riut, që më pas ka përshkallëzuar në përdorim armësh. Paulin Fusha nuk është emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë më parë i arrestuar në vitin 2013 në kuadër të një operacioni antidrog, duke rezultuar me precedent penal. Ndërkohë, strukturat e policisë së Shkodrës vjojnë punën për lokalizimin dhe kapjen e autorit, ndërsa hetimet janë në vijim për zbardhjen e plotë të motive dhe rrethanave të ngjarjes.